Historia e fundit sot është DJ Genti, kemi një DJ, por nuk do luaj muzikë, kemi në video call, jeton prej 23 vitesh jashtë, ka ikur me familjen që 14 vjeç, por thotë që ndihmon të afërmi në Shqipëri, xhaxhain, dajën, gjyshrit, kushërinë e parë, 23 vjet, 2 dekada, ai tani do të kishte harruar shqipen me këto llogaritje, dihet se ka për detyrë. Genti, Përshëndetje. Përshëndetje. Si je njerë, ku je në studio? Po, tani jam unë në studio, unë sepse studion e kam në shtëpi praktikisht, dhe jam në studio, po jam më në shtëpi. Tani ti ke 23 vjet në Itali, ke ikur që 14 vjeç. Po, këtë vit bëj 23, eksaktësisht bëj 23 vjet në fund vitit. Po, shimen e fliske perfekte, se të ikësh 14 vjeç fillon edhe merr pak nga ato et italiane. Vullneti dhe dashuria për Shqipërinë dhe dheun ka bërë që ta praktikoj shumë dhe mas ta le mas dore. Duhet jetë patjetër dhe lidhja jote e prindërve që kanë me vendin, që ndoshta kanë ndikuar. Po, absolutisht po, por besoj që është diçka shumë edhe personale, sepse edhe nga vëllezrit o ku ta di nga kushërit që janë këtu prej shumë vitesh, mbase nuk e kanë një të ndjeshmëri, por besoj që është diçka shumë personale kjo pjesë. Duke qenë se ti ke ikur dhe një herë 14 vjeç, nga të krijua kjo dëshira për të ndihmuar kushërinjt se kryesisht domethënë kur flasim për ndihmën që imigrantët japin familjeve, në pjesën më të madhe janë immediate, siç i thuhet, pra nëna, babi, vllai, motra, kurse unë në historinë tënde dëgjova për një xhaxha, për daj, gjyshri dakord, po kushërinjt e parë. Të themi drejtën, ajo pjesa më e madhe, unë besoj se çdo shqiptar që ka ikur para shumë vitesh nga Shqipëria, kur situata që ka lënë pas ka qenë goxha si ta themi vështirë nga pikpamja ekonomike, unë besoj që e ka këtë ndjeshmërinë ta ndjej një farë detyrimi për të kontribuar sadopak në vendlindje. Ti ndihmon shpesh, kë ndihmon në Shqipëri? Edhe çdo me thënë di për ty. Atë që bëj unë nuk do ta konsideroj as ndihmë, sepse jam thjesht diçka e pakërkuar nga pala tjetër, po thjesht ajo që ndjej unë personalisht kur shkoj. Madje vitet e fundit shkoj edhe shpesh herë, sepse ku ta di unë, kjo ndjesia, si ta thash më parë, më shumë kalojnë vitet e më shumë e ke atë mallin për vendin, edhe shkoj shpesh herë, por thjesht nuk është se nga ana tjetër më kërkohet mua apo se neve që jemi këtej që t'japim një kontribut. Është thjesht një dëshirë që vjen nga vetvetja. Të pëlqen kur shkon edhe jep dhurata, kur merr falenderime në mënyrën se si ata ndjen, të pëlqen kjo ndjesi që merr? Patjetër, jashtëzakonisht shumë, sepse edhe nevojshmëria që është atje është më e lartë se sa ajo që mund të kemi ne nevojë këtu, por për me patur një dorë apo për me na dhënë dikush një dorë. Kështu që kur shkon dhe bën një gjest, sado që i vogël të jetë gjesti, është na bën që të ndjehemi shumë mirë. Ti këtë pjesën e kontributit që jep, sido që t'jetë në familje kur shkon në Shqipëri, e ke gjetur vetë tek vetja këtë dëshirë, apo edhe prindri ka qenë gjithmonë dëgjojnë nëpër shtëpi që kur të kthehemi ne ti çojmë xhaxhai, ti çojmë tezes, ti çojmë hallës një gjë, ti ndihmojmë këta. Pra e dëgjoje si dialog nëpër shtëpi apo e ke zbuluar vetë brenda vetes? Në familjen time, domethënë kjo ka ekzistuar gjithmonë, që nga prindrit, ai fakti siç e përmendë ti më parë që nga momenti si shkohet në Shqipëri, duhet dhe një kontribut, vllajt apo xhaxhajt apo dajës, ku ta di unë, por besoj që një pjesë e madhe është shumë personale kjo, ajo që ndjen ti personalisht vetë që duhet ta bësh diçka. Unë ndjeva një fis shumë të madh tek ty. Lidhje shumë e madhe, se tash është bërë dhe vështirë që të mendosh për xhaxhain e dajën se thash gjyshrit po, për çunën e tezës, çunit hallës, pastaj në këtë fis kaq të madhe, në këtë lidhje kaq të mirë që keni me njëri tjetrin, ke ndjer zhgënjime? Nga zona tona thot nuk ka pyll pa derë. Kështu që sado që fisi të jetë i madh, sado që ku ta di unë të jena, është ai më i miri, po është ai më pak i mirë. Kështu që zhgënjime nuk do ta thoja, por në një farë mënyre, siç kemi patur nga ana tjetër shumë admirime, mbase nga krau tjetër kemi pas më pak admirime për mos i quajtur zhgënjime. Genti, unë ndërkohë që po kërkoja dhe po lexoja për pjesën e lidhjes së emigrantit me familjen në vendlindje, më pëlqeu diçka dhe nuk e di pse e lidha me historinë tënde.
që ndoshta nuk ka lidhje, po doja të më ndihmoje ti. Ishte një që quhej miti i herojit. Dhe thoshte, shumë familje mitizojnë emigrantin duke portretizuar si të fuqishëm, zemërgjerë, të pasur, dhe kështu thot krijojnë pritshmëri toksike. Dakor, ti thua që familja në Shqipëri nuk ka pritshmëri nga mua, por mund të ekzistojë, ndoshta e ke ndjerti atë ndjesinë që ti vjen se ti ke ikur që 14 vjeç, je DJ, je i suksesshëm. Sa herë që shkon atje, ato të veshin në një, mund ta kesh ndjerti ndonjëherë që të kanë veshur një petkë mbreti. Pra që kur vjen ti ke ardhur me një sukses, ke ardhur me një kulturë italiane, ke ardhur si i huaj, je diçka më ndryshe. E ke ndjer këtë gjë kur ke ardhur këtu? Përveçse ishte se ta them unë thjesht fare, është si ai njeriu interesant në dasëm në Shqipëri, që është ai që ka ardhur nga jashtë, po ai që ka ardhur nga emigracioni nga Athina që ka 2 vjet. Po them ai që ka vite atje, gjithmonë ai i huaj. Këtë e ke ndjer ndonjëherë këtu që mund të kesh ndonjë lloj admirimi të veçantë? Absolutisht se po, si që përshkrove ti mirë, fakti që ne duke shkuar, sidomos në fillim të kthenim 2-3 herë në vit në Shqipëri, nuk shkonim kaq shpesh si tashmë, edhe kjo pjesë na ka bërë që të ndjemi vërtet shumë, të ndjemi nuk po them se ai mbreti i veshur apo i rrezikon në atë mas, po respektimi ose një farë perceptimi ndryshe, po kjo më ka bërë shpesh herë të ndjem, edhe duhet të them që është një ndjes shumë e mirë, shumë të bën krenar dhe për ato pak gjëra që ne mbase këtu në emigrim kemi ndërtuar, kemi bërë ndër vite. Po është interesante pjesa e këtij gëzimit vogël që marrim ne në Shqipëri, është shumë interesante dhe do të them vetëm një fabul shumë të lezetshme me njerëz të famshëm në botë shqiptar që e kishin gëzimin nga miratimi që merrnin në vendlindje. Po dhe prandaj e ceka. Genti po ke ndjer ndonjëherë dhe trysninë e kësaj pritshmërie? Pra çfarë do ndodhte për shkakun nëse familja këtu do merrte vesh që ti po kalon e zëm nuk je më DJ, ka ndodhur një dramë në punë në Itali, apo ka ndodhur diçka dhe ti ke ngelur e zëm ke falimentuar, ke një biznes ka falimentuar. Për shembull, të shkon mendja, a do vije në Shqipëri ti dhe do e thojë kam falimentuar? Po ta bëj pyetjen e thjeshtë. Për shembull, nëse ti do kishe një problem atje, si do ta mendoje ti, si do ta shije sjelljen e njerëzve këtu? Po ta vizualizoje, do ta kishe të vështirë të vije pa rrobat e shkëlqyeshme ndonjëherë në Shqipëri? Sigurisht që po, sigurisht që mos të kesh rrobat e mbretit dhe të kthehesh atje ndryshe është pak më e rëndë dhe më e vështirë, por duke patur nga krahu im njerëzit e mi të afërm që ata në çfarëdo lloj situate do ta mbështetnin atë humbjen time ose po themi falimentimin tim, prapë se prapë nuk do ta kisha ndjer veten kaq si të themi të humbur ose të falimentuar. Ke ndonjë moment në jetën tënde që ti e ndjer keq, pra sikur të tjerë të kanë përdorur faktin që je emigrant dhe të shikojnë pra siç po e thonte Dalina me atë petkun e mbretit, pra ti sikur posedon disa mundësi atje ku je që mund t'i mundësosh të tjerëve mundësi të tjera, pra me pjesën ekonomike e kemi lidhur sot më shumë. Pra ke ndjer ndonjëherë që je ndjer i përdorur? Nuk do të përdor fjalën përdorur, por më shumë do të përdor fjalën në një farë mënyre i zhgënjur në thojza nga dikush që mbase prisje pak më shumë ta themi respekt ose pak më shumë ndjeshmëri ndaj asaj që ti mund në këtë rast unë mund të kisha bërë ndaj atyre personave. Jam një pjesë e vogël e personave, por unë besoj se çdo kush nga ne e ka këtë pjesë që jo gjithë njerëzit që kemi për rreth, përkundrazi janë të shenjtë, le ta themi kështu. Okej. Shikoj që ke një qasje shumë pozitive, domethënë ndaj njerëzve, ndaj mënyrës se si e shikon dhe nuk e di kur të kthehesh këtu raportin me ta. Kjo është shumë okay. Por ne po mundohemi të gjejmë ndoshta përmes historive, absolutisht. Mundohemi të gjejmë edhe raste kur emigrantët ndihen të përdorur në fakt, edhe pse nuk më pëlqen as mua të them këtë fjalë, por e dëgjoj shumë, domethënë e shikoj shumë në raste të tjera. Unë them drejtën nga rrethi i shoqërisë time e kam dëgjuar dhe me fakte konkrete këtë pjesë,
Po fatmirësisht në rrethin tim dhe në familjen time, kjo ndjeshmëri ose kjo fjala në thojza i përdorur është besoj gati e panjohur, fatmirësisht po them. Por do të them tek ajo që në rrethin e shoqërisë në tek disa shokë të mi, për shembull kam dëgjuar shpesh që fakti kur ata kthehen në Shqipëri, mbase një pjesë e madhe e familjarëve të tyre nuk shohin momentin që ata të arrijnë në Shqipëri për të investuar, për të blerë diçka, për të shtuar një dhomë, për të bërë diçka tjetër, kështu që po, unë kam ndjer nga shokët e mi, po fatmirësisht nga ana ime këtë pjesë nuk e kam ta themi nuhatur akoma. Ta shokët e tu të cilët ishin domethënë ndjen në presion që duhet të shtojnë një dhomë tek shtëpia e prindërve, duhet t'japin këto lekë, duhet ndihmojnë për një faturë spitali. Këta ke ndjer edhe Bravo, saktësisht. Jo ke ndjer jo pjesën e vështirësive financiare që ato mund të kenë në vendin e tyre ku punojnë, pra që nuk e kanë pasur të lehta bëjnë këtë, po duhet ta bëjnë, po ndërkohë kanë qenë ngushtë financiarisht. Ke histori të tilla? Se duket domethënë edhe kur tregon një histori duket gjithë sikur marrin 200.000 euro në vit, domethënë minimumin. Absolutisht që po, edhe përkundrazi jo shumë kohë më parë më tregonte një shok që mudesh që unë të lija diçka time në mangët që mos ta bëja, sepse në Shqipëri kisha këtë hall, këtë problem dhe doja patjetër që mbas ai sepse kishte edhe prindrit në Shqipëri dhe detyrimi ishte akoma më i madh për të. Edhe tha që unë mudesh të lej diçka time në mbrapa, mos ta bëj tani, por t'ju jap një dorë atyre sepse vështirësia financiare që kanë në moment më duhet patjetër që t'i ndihmoj. Kështu që çdo kush unë besoj se historitë janë të ndryshme, por historia e çdo mërgjimtari, unë besoj që ajo detyra, ndjeshmëria për të dhënë një dorë sa do të vogël për të kontribuar atje në Shqipëri, sepse dikush ka prindrit, dikush ka vetëm gjyshurit, por mbas të kësaj unë besoj që ne emigrantët ndjehemi gjithsesi në një farë mënyrë të detyruar për të dhënë një dorë. Gendi, shiko, më fal, të të pres, ti je i djalë goxha i zgjuar dhe i suksesshëm dhe i goxha i artikuluar. Kështu që unë do doja që të bëja një pyetje tani për te historisë tënde, një pyetje që ndoshta ka të bëjë edhe me vëzhgimin të njerëzve. Tani kur flasim me këtë detyrimin që kemi ndaj familjeve, duke hequr familjen imediate, pra familjen nën baba. Kur flasim për këtë detyrim, kjo është një fjali që kemi thënë që nga viti 1991 që kur morëm në Mars, anijet apo në Korrik, i hypëm atij murit në Gjermani. Ishte një detyrim tërësisht i justifikuar. Lam prindër këtu me qumë shplur, lam fëmijët. Kështu që patjetër, tani në 2025-ën që Shqipëria është zhvilluar. Nuk ka të bëjë se ke frikë ta thuash të sikur bën reklam një parti apo jo, tani ai partia fitoi, mund t'ja bëjmë reklamën, kollaj nuk jemi në fushat, por për te kësaj është një Shqipëri shumë e zhvilluar. Dhe ju si imigrant tash, ndoshta edhe nga vëzhgimi yt, mund të bësh dhe një analizë, meqense dhe ti je i fundit sot për natën e sotme, kur ju shihni një, pra, nga një anë keni ankesa, dhe nga një anë është kjo Shqipëria, që ka mundësira. Dhe ka realisht, ka mundësira, ka punë. Ka ndodhur raste që kur i vini në peshore nuk ju bëjnë sens, ose a keni menduar ndonjëherë që edhe ky detyrimi moral që keni diku duhet të ndaloj, se ndoshta po shfrytëzohen këta emigrant edhe kur tash ka mundësi se okay, ka prindër të pleq që janë prindër pleq dhe pensioni sado ta thot kryeministri me 20.000 lekë rrit, këtë po e heqim, por që ka mundësi këtu për të punuar tani, ka mundësi pafund për një 18 vjeçar, 20 vjeçar që mos marrë lek nga familja ndej, ka mundësi për blesh çdo lloj rrobe, ka pafund mundësira këtu. Kështu që keni ndjerë ndonjëherë ose në historitë e shokëve tuaj të gënjur apo të mashtruar për gjëra që juve e ndjeni që nuk janë më njësoj, po s'dini se si ta, domethënë ta updateoni, siç i thuhet edhe në kompjuter, update informacionin. Kjo faktikisht pa dalë deri tek shokët e mi nga pjesë, unë jam goxha shumë kritik për sa i përket faktit që ti përmend, që
Shqipëria nuk është më Shqipëria e vitëve të 90, Shqipëria ku detyrimi ishte absolut për të emigruar. Shqipëria sotme, unë tajnë fjalët e mia dhe çdo herë që shkoj në Shqipëri, që vi atje, a them njerëzve të më të afërt mi. Shikoni njerëz sepse oportunitetet, mundësitë në Shqipëri i shoh unë që vi nga jashtë, që çdo 3 muaj ndryshon diçka. E shoh që ka një oportunitet, ka një mundësi të pafundme, që rrogat janë rritur, mundësitë e punës janë të mëdha. Domethënë, edhe nga kjo pikpamje, unë besoj që është shumë e vërtet, zhvillimi që ka ardhur sidomos në këtë dekadën e fundit. Unë për vete time personalisht e kam nohatur shumë këtë pjesë, e kam vënë në duke se ka patur një zhvillim nga pikpamja financiare, natyralisht, pastaj njerëzit tonë, po janë çmimet, u rritën çmimet, në kompensim me rroga çmimet janë të refishuar, dakor. Por duhet me pa gjithmonë atë hënën si thotë të medaljes, të mirë të medaljes, jo vetëm atë anën negative. Edhe nga kjo pikpamje unë besoj se çelësi kyç i kësaj është mungesa e kulturës punës. Çfarë do të them me këtë? Do të them se edhe pse zhvillimi në Shqipëri këtë e fundit është absolutisht i rritur, për sa i përket kulturës punës, më shumë një person do thotë preferoj të rri në shtëpi se sa të çohem në 7 të mjesit, në 6 të mjesit. Po pra, pas ju vjen keq për shembull po t'ishe ti në pozicionin e shokëve tu, se për shembull mua vjen shumë keq për kulturën e punës që në Shqipëri si punëdhënëse, më vjen keq. Po juve si emigrant, tash i rasti të Shqipëria është shtuar sepse ti the që nuk ke këto probleme. Po të shokëve tuaj, nuk ju vjen keq juve për shembull shokëve tu që do sjellin lek për një, dhe po e them se vdes të përdor fjalë popullore që është sa i derr, kupton? Për një vëlla sa një derr që rri. Se kështu themi ne, edhe të flasim. Për një motër sa i derr që rri, po e themi. Prap, që gjen arsye time, ndërkohë që ka call center, ka lidhje jashtë shtetit, ka 200 shkolla ku mund të shkojnë dhe ja i jep një lek, shkon në një universitet privat, mbaron atë diploma gjëra. Pra nuk i vjen keq, a ke dëgjuar këtë lloj keqardhje që tash ore këta po na vjen. Të them të drejtën nga ana atyre që jetojnë në Shqipëri, nuk e kam dëgjuar në njëri që të thoshte unë po e bëj se s'dua t'i bim qaf vllajt apo xhaxhajt apo dajs apo kështu. Unë besoj se një pjesën kryesore kam filluar vetë ta bëjnë emigrantët tani. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që nëse para 5 vitesh apo 10 vitesh një pjesë të madhe të fitimeve të tyre investorin i çonin në Shqipëri, vetë emigrantët tani më nuk e bëjnë këtë pjesë. Për 2 motive shumë të thjeshta. Motivi i parë, si një pjesë e tyre jo janë bërë familjar, jo kanë pasur kosto të jetesës dhe këtu që janë rritur, edhe nuk arrin dot të bëjnë. Por motivi i dytë që është besoj më themelori është fakti që në Shqipëri, siç e thamë më parë, ka oportunitete, ka mundësi për të marrë dhe për të punuar për të marrë një rrogë të denjtë. Mjafton vetëm të vesh alarmin dhe të çohesh në mjes të shkosh te puna. Edhe kjo pjesë i ka bërë në një farë mënyrë emigrantët të reflektojnë, edhe të thonë, po priti sekond, se tani nuk është më Shqipëria viteve 90 ku s'kishin ku të punonin. Kanë punën, kanë mundësinë ta bëjnë, pse jo? Se duhet të jemi gjithmonë ne që të kontribojmë. Unë të falenderoj shumë Genti dhe jo më kohë të përdor edhe pak si një analist ose përfaqësues si imigrante, sepse kam qenë pak kritik. Jo, shumë mirë je në mendimin tënd dhe unë të falenderoj shumë, edhe të uroj më të mirat, edhe ti je shqyqyr që nuk i ke këto probleme, edhe jo ke me familjen. Edhe shumë mirë që ke familje të madhe që shumica shkoni shumë mirë, unë besoj shumë tek familjet. Në ditët e sotme, kërkojmë që të paktën në ditët e sotme kur është bëu goxha vështirë në raporti marrëdhënia e sa kërkojmë që të paktën në një botë kaq të vështirë ta lëmë një fjalë të mirë me gjithë. Po, faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ju dhe suksese për programin. Faleminderit. Dhe në fakt me këtë telefonat që unë e përdor edhe si një formë analize, sepse në fakt ky ishte një program jo aq i gjatë sa programet e tjera, se siç thash ka qenë pak e vështirë, por prapë morëm informacion dhe prapë ato ndanë për të historira dhe prapë mundova të vita dhe do histori pak më dramatike. Kuptuam një gjë që në fund të ditës ky detyrimi, edhe pse është zbehur dhe unë ka stile ceka, se padyshim janë të dukshme ca gjëra,
edhe pse është zbehur, pra është i detyrim dhe nuk e kanë menduar, po ta vështresër se kanë menduar shumë, nuk e mendojnë. Nuk e kanë menduar, por po e mendojnë. Po e mendojnë shumë. Dhe që ta dish, do të dali dikush të më thotë që janë bërë programe të tjera në Shqipëri me këtë temë. Do doja shumë ta dija, se unë nuk besoj që është bërë ndonjë program ever me këtë temë. Nuk e besoj. Dhe nuk është se ky është programi më i mirë për këtë temë, do doja të ishin shumë histori të tjera, por kjo mund të ndodhë më vonë, por nuk besoj sepse ne besoj dhe kemi frikë ta bëjmë të. Shumë parësore tek shumë shqiptar, familja. Un kam zakonisht një ushtrim që zbulojnë vlera, se futet tek procesi vetnjohjes, edhe gjëja e parë që shënohet është familja, kështu që bëhen mbrojtës, ndonjëherë më protektiv se ç'duhet, edhe kur në rastet kur babai, mamaja bëjnë gjëra të cilat nuk janë okay, pranohen dhe më thënë i hiqet ajo pjesa negative dhe shikohet vetëm aspekti pozitiv. Por nuk mendoj që është një gjë e shëndetshme as kjo. Duhet ballafaqohemi me realitetin. Vetëm kështu mund ta ndryshojmë ato që ngelin gjërat në të cilat ngelin edhe janë sistemet gabuara që vetëm përçojnë sëmundje, përçojnë shqetësime, duhet të ndalohen. Tani, unë kam edhe një fakt tjetër interesant, se sot jam gjithë fakte, për ta mbyllur, sipas Bankës Botërore, dhe këto janë statistikat e fundit ishit të 2022-shit, po nuk është se do ndryshojnë shumë për këto 2 vjetet e fundit, se po marrim që 2025 nuk është llogaritur, janë kaluar nga emigrantët në familjet e tyre në vende me ekonomi të dobët si Shqipëria, rreth 800 miliard dollar në total. Për shumicën e emigrantëve, sipas Bankës Botërore, lekët që u kalojnë familjeve përbëjnë rreth 30% të buxhetit të tyre që është goxha. 30%. Pra një shifër e madhe që mund të krijojë një stres të vazhdueshëm për të gjeneruar të ardhura. Pra familjet këtu, të cilët vazhdimisht kërkojnë, nuk e dinë që ka dhe studime, se nuk kemi vetëm ne shqiptarët, janë siç ishin në Amerikën Latine, janë kudo. Aziatikët, të gjithë, domethënë afrikanët, të gjithë pjesa më e madhe në to 800 miliard dollar nuk janë lekë të ardhura nga shtesë që bie nga qielli, bien kohë të gjejnë aty nëpër trotuaret e Parisit apo nuk e di, i fitojnë tek kutia postës në Gjermani, pra janë lekë që merren me punë, ndonjëherë me 2 punë dhe janë 30% e buxhetit që japin. Tani pyetja e fundit për një reflektim. Çfarë mund të themi ne familjeve shqiptare, Jona, në këtë rast? Kur kemi dhe këtë pasqyrë të dokumentuar që sa stres të vazhdueshëm krijon që të gjenerosh të ardhura për të ndihmuar familjet tu. Unë do thoja, e kuptojmë rastet kur është nevojë. Po. Më thënë që dikush ka nevojë, probleme shëndetësore, pa mundësi për të mbuluar minimumin jetik, por kur bëhet fjalë për lukse, gjëra të cilat kalojnë edhe nuk janë më për në shërbim të nevojave, por janë në shërbim të egos, mendoj se këtu duhet të kemi një stop. Mos kërkohet sepse e dim dhe duhet të jemi të ndjeshëm, apo që shumë fjala që përmend në fillim të emisionit, të jemi të ndjeshëm me emigrantin. Dhe si mund të jemi duke e kuptuar që ai kalon vështirësitë e veta. Patjetër. Është diçka që duhet ta shikojmë edhe në anën tjetër. Me thënë prindrit, kemi baballar që e kanë provuar vetë emigrimin, e dinë se sa e vështirë është, kanë hasur sfida ndoshta në stilin e jetesës akoma më riskioze, si për të shkuar në ambient, në vendet e tjera, si për të jetuar në kushte shumë të këqija, kështu që e dinë se si është të jetosh atje, dhe e dinë se sa e vështirë është të integrohesh, dhe nuk mund të jetë një lloj, domethënë, kërkimi kur ti e ke provuar vetë dhe e di se si ndihesh të kërkosh fëmijës tënd, të kalosh të pjesë. Ka edhe një teori time që ndonjëherë neve kërkojmë shumë vlerësimin tek lodhja dhe sakrifica që të tjerë bëjnë për ne. Edhe e shohim shumë të vlerësim dhe nuk e kuptojnë që ndonjëherë për të vlerësuar tjetrin nuk është për ta ngritur dhe të thuash që të qash, siç e kam thënë herë të tjera që është fiksimi i jetës, ku shoh shumë burra sa është lodh nëna për mua gjithkohës, sa është lodh vllai sa ka punu, dhe babi im vdiq në ditët e fundit duke menduar se si vllai vet punoi kur ai bëri shkollën, që është okay, po që e kishte gjithmonë këtë ndjenjën e fajit ndaj vllait dhe përmendi deri në fund të jetës dhe por ndonjëherë është bukur që ti lësh ata të jetojnë dhe ti thuash bë një pushim, mos hajde, bë pushim e kënaqur për veten tënde. Edhe kjo është një formë falënderimi. Ndoshta ndonjëherë është dhe më e fortë të mësojmë të artikulojmë dhe kështu, sesa të themi faleminderit që sakrifikon, sa i mirë, ja ky është burr tamam për familjen. Kjo është gos tamam që jep për neve dhe ndihmon. Ndonjëherë ti je gos tamam kur lëre ti jetoj jetën. Merr një
kroçera, shko në Norvegji me ato lek. Po që do jam dalin. Që fëmia ti bëj këto, duhet t'i shikoj edhe tek prindrit që kujdesen për veten, më japin edhe pak vetë rëndësi vetes, se vetëm do kenë atë ndjesinë e fajit kur i provojnë Ja vështirë. rregulluar çik prindit tani shqiptar, dalin shumë me autobusar shkojnë në Rumani, në Europë, kështu kanë filluar. Se deri para ca vitesh i merrnin vetëm kështu si dado, të rish, majtas, djathas, prindit shifnin, zgrinin kokën njerëz shifnin çfarë raporti ishin. Luanin edhe këto pjesë që vjen keq për shumë prindër të shkret, por që luanin pjesën e ignorantit që refuzonin të mësojnë, qoftë vetëm levatriçën apo levamanin, dy gjëra dhe refuzojnë totalisht. Tani e ka ndryshuar dhe kjo është gjë e mirë. Pra unë them gjithmonë që Shqipëria ndryshon kur nëna ime ngre kokën dhe bën një fotografi sepse shkëmbi është i bukur, se s'e keni pas bërë kurrë. Po e mbyll me këtë është interesante, mendojeni, thelloni se po bëj si Ledion Liço fundin me këtë batut. Kështu që po mbyllim për sot edhe do rikthehemi javës tjetër dhe javës tjetër unë mendova bashkë me stafin që të kemi një natë të hapur, open nights, open mic nights, do thënë mikrofoni i hapur që quhet, tamam mikrofoni i hapur. Ruajte Elona, mikrofoni i hapur, që nga shumë e bukur, sepse kemi disa histori që janë pak të rralla dhe nuk dinim ku t'i përshtasnim, kështu që do donim që t'ishin njerëz me histori të ndryshme, me rrëfime shumë interesante të forta, por që jashtë secili ndryshe nga njëri tjetri. Pra një mikrofon i hapur dhe një terapi e hapur për të gjithë dhe leksione të reja. Faleminderit. Ándale.